Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin tonë Argument kam ftuar edhe një herë avokatin e mirënjohur të emigracionit Hasan Metukun. Do të diskutojmë ndryshimet më të fundit të ligjeve apo të rregullave apo dhe të zbatimit të tyre nga USCIS-i në lidhje me procedurat e ndryshme të azilit, në lidhje me problemet e vizave të lindjes, por edhe ndryshimet që po bëhen edhe për ata që quhen fondet për fëmijët e pashoqëruar. Të fillojmë së pari me ndryshimet e procedurave të azilit. Avokat, mirë se erdhët, çfarë ka ndryshuar konkretisht në rregullin e ri për aplikantët për azil krahasuar me procedurat e mëparshme? Çfarë do të thotë mos bërja intervistës apo kapërcimi i saj? Përshëndetje juve dhe teleshikuesve të televizionit tuaj. Siç jeni vënë në dieni nëpërmjet mediumeve publike, shërbimet e emigracionit kanë ndryshuar rregullat në lidhje me procedurat e azilit. Pra, ndryshe nga më përpara, që azilant ose azil kërkuesit kishin dy mundësi që të paraqisnin kërkesën e tyre. Në fillim do ta paraqisnin këtë kërkesë në zyrat e shërbimit të emigracionit dhe shtetësisë, dhe në qoftë se çështja e tyre nuk do të miratohej, atëherë kjo çështje do t'i referohej për një mundësi të dytë që ata ta paraqisnin çështjen e tyre në gjykatën e emigracionit, e cila në vetvete është pjesë e Departamentit të Drejtësisë. Tani, në rregullin e ri, i cili praktikisht do të ka hyrë në fuqi menjëherë, por që do të shtrihet të gjitha efektet në datën 18 shtator, ka elemente të cilat i japin mundësinë dhe tagrin oficerit të emigracionit që shqyrton një kërkesë të caktuar për azil, ta referoj menjëherë në gjykatën e emigracionit dhe Departamentin e Drejtësisë, duke vënë në lëvizje procedurat për përzënjen dhe dëbimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pse kjo është vonesë, përshpejtohet rregulli, përse ky ndryshim? Jo, mbi bazën e këtij mekanizmi, me sa duket, qeveria kërkon që të përshpejtojë ngarkesën e madhe të çështjeve dhe të referojë në gjykatën e emigracionit çështje të cilat janë në dukje çështje pa merit. Pra në thelb, ata nuk paraqesin element substancial të një çështje që ka merit në kërkesë. A mund të ndikoj kjo në shanset që ka një person për të marrë azil, sepse ai gjykata është më e favorshme apo më sfiduese se sa në intervistën ai nuk ka mundësi të shpjegohet të gjitha çështjet nëse meriton apo jo azilin? Atëherë, në lidhje me këtë, kjo është një thënie e përgjithshme, por meritat kanë të bëjnë me secilin rast në vete, me problematikën që kanë dhe me provat që çdo azil kërkues paraqet. Në thelbin e çdo kërkese të azilit është besueshmëria dhe plotësimi i elementeve të tjerë ligjor, duke plotësuar kriteret mbi të cilat mbështetet ligji i azilit dhe ligji humanitar. Duke e shpjeguar me fjalë më të thjeshta, nëse një azil kërkues do të kishte një mundësi për t'ia shpjeguar oficerit të emigracionit çështjen e tij, në qoftë se oficeri i emigracionit që e merr çështjen e të njëjtit azil kërkues tani, ndoshta nuk do ta ketë këtë mundësi dy herë për ta shpjeguar çështjen e tij. Pra, i hiqet mundësia që ai apo ajo ta shpjegoj dhe të ketë shansin që të shpjegoj historinë e përsekutimit dhe të provoj nëse çështja e tij mbështetet mbi merita apo jo.
ju keni një përvojë të gjatë në këto çështje, dhe sidomos edhe në çështjet e azilit. Cilat mund të jenë disa nga problemet që mund të kenë shfaqur apo treguar kërkuesit për azil nga ana e Shqipërisë, sepse arsyet politike tashmë të atyre që vinin në fillimet e demokracisë ose më përpara kanë humbur, edhe çfarë persekutimi pretendojnë ata cilët kërkojnë të marrin azil. Kjo nuk është një çështje e përgjithshme, sepse secila çështje paraqet në vetvete specifika të ndryshme. Pra, nuk mund të themi se cilat janë kategoritë e përgjithshme të azil kërkuesve, por mund të themi se secili prej tyre ligji i azilit i ofron mundësinë për të provuar nëse është persekutuar apo jo. Nëse është persekutuar mbi baza politike, pra mbi të drejtën e pjesëmarrjes politike dhe opozitarizmit, nëse është persekutuar mbi bazën e prirjeve seksuale, nëse është persekutuar mbi bazën e etnisë apo religionit fetar. Kaq mund të them në lidhje me këtë çështje. Pra, në koncept se cila çështje është paraqet specifikat e veta. Në praktikën tuaj, cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë aplikantët për azil që mund të shohin në referimin e çështjes direkt në gjykat, pa këtë intervistën paraprake? Po, mungesa e specifikave të çështjes, pra kur një histori e tyre e persekutimit është e përgjithshme, pa prova dhe fakte konkrete. Thjesht të shpjeguarit që janë persekutuar apo që pretendojnë që janë persekutuar për shkaqe të ndryshme dhe duke mos ofruar prova konkrete në raport me kërkesën e tyre, ajo e bën një çështje të dobët, dhe të kuptohet. Si ndikon kjo në marrjen e mundshme të një leje pune për azil kërkuesit? A mund të ketë vonesa për shkak të ndryshimit të kësaj procedure? Apo Atëherë, qeveria dhe presidenti vet ka thënë që është përdorur në masivisht, domethënë dhe normalisht domethënë që qeveria e mbështet diku këtë gjë, pra këtë pretendim që ka, unë nuk mund ta them se ku, por ata thonë që është përdorur në masivitet mundësia e kërkesës së azilit për të marrë autorizime pune dhe për të patur mundësinë që gjatë kohës që çështja e aplikantëve të ndryshëm për azil që ndodhet në proces për të shqyrtuar, ata përfitojnë të drejtën e punës. Duke qenë se politika e presidentit dhe e qeverisë tashmë është që America First, pra punëdhënësi dhe punëtori amerikan, duke u dhënë të drejtën sipas ligjit, kuptohet, që është 150 ditë ose deri 180 ditë pas kërkesës për azil, të aplikosh për autorizimin e punës, ndoshta kjo ka ndikuar në punësimin e amerikanëve. Që në fakt, unë dyshoj sepse emigrantët përgjithsisht bëjnë punë të cilat janë të pa kualifikuara dhe që ndoshta amerikanët punëdhënësit dhe punonjësit amerikanë nuk i mbushin dot me punëtor amerikan në një farmasë. Po kjo është një pretendim i qeverisë dhe unë nuk kam ndërmend të ndalem te kjo pjesë, por kam ndërmend të ndalem tek pjesa tjetër që elementi dhe fibra e ligjit humanitar për azil kërkuesit dhe refugjatët është që ata detyrimisht në qoftë se për sa kohë që shqyrtimi i çështjes tyre, e cila zgjat edhe me vite të tëra, do duhet të kenë një mundësi për të punuar dhe për të jetuar, sepse në qoftë se nuk do të kenë një mundësi për të punuar në Shtetet e Bashkuara, këtë do të nxjisë elementet e paligjshëm, punën e zezë dhe normalisht do të edhe veprime të tjera të cilët njerëzit të cilët janë në rrezik për pamundësi për të jetuar, mund të kenë tendenca dhe për të përfshirë në kriminalitet, në vjedhje, grabitje apo elemente ndryshëm. Pra në këtë kuptim,
legjislatori, pra kongresi, kur ka miratuar ligjin dhe ka nënshkruar konventat ndërkombëtare për torturën, kundër torturës, normalisht ka patur parasysh që këto qenie njerëzore dhe këto azil kërkues për sa kohë që gjenden në një shqyrtim të qeverisë. Po, ne mund të diskutojmë se sa shpejt duhet që qeveria duhet të shqyrtojë këto kërkesa azilit dhe të japi një vendimarrje. Dhe pikërisht këtu qeveria e presidentit Trump po kërkon që të uli barrën e madhe, pra të zvogëloj numrin, duke krijuar një proces të shpejt dhe eficient të shqyrtimit të çështjeve të azilantëve, e cila mbështetet mbi merit. Për shembull, nëse do të referohen sipas statistikave tani, kemi një mal të madh me kërkesa emigracioni, të cilat përfshin të gjitha lloj kategoritë e emigracionit dhe aplikimeve të emigracionit, që shkon në 11.6 milion çështje emigracion. Pra ky është një mal i madh. Ndërmjet tyre kemi ndoshta mbi 1 milion çështje të cilat 1.4, 1.3 nuk mund të spekuloj me shifra konkrete sepse ata ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme. Domethënë kemi në gjykatat e emigracionit plus me qindra mijëra kërkesa të tjera gjenden në zyrat e azilit. Dhe kjo mënyrë që ka zgjedhur qeveria për të shqyrtuar mund të preki, pra mund të përshpejtojë në njëri krah numrin dhe ta zvogëloj numrin e çështjeve dhe duke i përshpejtuar ata, dhe një drejtësi e shpejtë është dhe një drejtësi korrekte, por nga ana tjetër mund të preki cilësinë e shqyrtimit. Tani, çfarë mund të bëjnë aplikantët për azil për ta patur dosjen e tyre gati në çdo opsion, edhe në opsionin që mund të shkojnë direkt në gjykat pa bërë intervistën paraprake? Atëherë, domethënë, çdo çështje duhet të mbështetet mbi dokumenta dhe vetëm mbi dokumenta. Deklaratat e boshe, deklaratat të cilat praktikisht nuk mbështeten me dokumenta, pra janë çështje të dobta. Kjo është. Pra, normalisht, çdo njeri që kërkon duhet të provojë, sepse barra e provës është mbi ta. Për të provuar që në të vërtetë ata e meritojnë mbrojtje, marrjen në mbrojtje nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëherë, a prisni që mund të ketë në një sfidë në gjykatat federale të këtij rregulli? Është bërë e zakonshme ky proces, por edhe në qoftë nga organizata të ndryshme do të paditet në gjykat, unë dyshoj që paditë të tilla do të kenë sukses. Sidomos, domethënë, sepse tashmë ligji ja njeh diskrecionin në formë. Pra në një koncept, në qoftë se një oficer emigracioni nuk e merr në intervistë një azil kërkues caktuar, por e referon në gjykat, ai përsëri ka një mënyrë kuptim plotë të shqyrtimit të çështjes, e cila është edhe më e plotë në gjykatën e emigracionit. Tash të kalojmë tek bashkëdhetarët tanë. Çfarë këshille do t'ju jepni të shqiptarëve që po mendojnë të aplikojnë për azil pikërisht në këtë periudhë ku dhe rregullat po lëvizin? Unë do të këshilloja që spari, domethënë, ata duhet mendohen mirë kur të aplikojnë për një çështje azili. Dhe vetëm në qoftë ata kanë prova të pakundërshtueshme, të cilat provojnë persekutimin e tyre, frikën e tyre për të kthyer në vend, vetëm atëherë mund të aplikojnë për azil. A mendoni ju se ky rregull do të reduktojë kërkesat e pabazuara, apo që thoni ju të pambështetura në fakte apo të pambështetura në të vërtetën? Sipas statistikave që kemi lexuar në zyrat e emigracionit, janë në linjë gati 130.000 çështje të cilat tashmë janë identifikuar ose seleksionuar dhe që pritet të përcillen në gjykatën e emigracionit për shqyrtim. Por ndërkohë, domethënë, do të vazhdojnë edhe shqyrtimi i çështjeve të tjera. Sigurisht, për shembull, në praktikën time, pra kemi aplikuar për çështje azili para 3 muajsh dhe tashmë kemi një intervistë.
Pra jemi kthyer te situata para Covidit ose situata e vitit 2018-2019 në qeverinë Trump 1, kur kishte 90 ditë nga momenti që aplikoje për azil, do dilje brenda 90 ditëve në intervistë para oficerit të azilit. Tashmë, me çështjet e reja, pra ka filluar të riaplikohet e njëjti standard. Pra nëse dikush ka aplikuar për një çështje azili, për azil para 3 muajsh, tashmë ai ka intervistën këtë muaj. Pra kemi një përshpejtim të këtyre çështjeve. Dhe unë besoj që do ketë një përshpejtim, por gjithsesi do më thënë mbetet në pikpyetje sasia mbi cilësinë versus kundër cilësisë së shqyrtimit dhe kohës që merr në shqyrtim për një çështje të caktuar. Kështu që shumë njerëz të cilët vinë nga zona të ndryshme të planetit, jo vetëm nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia apo vendet e Europës lindore, por edhe vendet të tjera si Kina apo vendet të tjera India për arsye religjioze, pra mund të vihen në një procedurë edhe një rrezik nga një shqyrtim i shpejt i çështjes. Thjesht mund të vijë një rrezik dhe nuk po them se mund të mos ketë një merit, por mund të rrezikohet për një arsye ose për një tjetër dhe mund vendoset kthimi i tyre në një zonë ku ndoshta vdekja apo persekutimi është i sigurt. Duke qëndruar në këtë kontekst, pyetja e fundit për këtë lloj çështje ka të bëjë duke lidhur dhe me përvojën tuaj në New York, në New Jersey, në Connecticut, cili është mesazhi për ata që kanë një çështje azili, po që është në pritje për të gjithë shqiptarët? Ata që kanë çështje azili dhe që kanë në pritje, duhet të rishikojnë dosjen, të diskutojnë me avokatët e tyre dhe të mbledhin prova. Të gjejnë prova, pra nëse kanë bërë thjesht një çështje azili dhe kanë menduar që duhet i paraqesin provat më vonë ose në ditën e intervistës, pra ata duhet jenë proaktiv në lidhje me çështjen e tyre. Pra nëse kanë lënë deklarata pa marrë, duhet i marrin ato në mbështetje të tyre. Nëse kanë gazeta apo dokumenta të cilat janë arrestuar dhe janë persekutuar, pra duhet i marrin ato dokumenta dhe t'i kenë në dispozicion. Pasi edhe ndryshimet e reja ju japin atyre mundësinë që të paktën nëse oficeri i emigracionit do ta shqyrtojë një çështje, le të themi, duhet të paktën të jetë një javë ose 10 ditë përpara. Por edhe ata që i kanë çështjet në pritje, por që nuk kanë një datë ose nuk kanë një shqyrtim të tyre, duhet të jenë proaktiv duke u kërkuar avokatëve të tyre që të paraqesin këto dokumenta shtesë, pa qenë nevoja që ato të kenë një datë interviste, dhe pa qenë nevoja pasi avokatët e tyre dhe ata vetë mund t'i paraqesin qoftë nëpërmjet emailit në zyrat lokale të azilit ku kanë aplikuar, apo edhe me post apo me email. Me qëllim që qendrat e azilit, e shqyrtimit azilit, t'i përfshin këto dokumenta shtesë në dosjet e tyre. Pra, e thënë ndryshe, në qoftë nesër pas nesër, në një moment saktuar, një oficer azili do të marrë dosjen e dikujt në dorë dhe do të shohë se janë shtuar dokumenta, pra në qoftë se nuk janë shtuar këto dokumenta, ai mund të kalojë një vendim që kjo çështje t'i referohet gjyqit, t'i referohet gjykatës. Ndërsa duke qenë proaktiv, duke i shtuar këto dokumenta, kjo do të ndryshojë dhe vendimarrjen e atij oficeri për të mos ta kaluar çështjen në gjykat, por ndoshta për t'i caktuar një intervistë. Prandaj është e rëndësishme për këto njerëz, për këto azil kërkues që janë në pritje, të jenë proaktiv dhe të kërkojnë dokumenta mbështetëse dhe mbështetje të çështjeve të tyre dhe të diskutojnë dhe t'i dorëzojnë ato sa më parë që të jetë e mundur nëpërmjet avokatëve të tyre në zyrat e emigracionit. Zotë Hasan, ju faleminderit për këtë përgjigje mjaft të plot për këtë çështje që sqaron mjaft situata të gjithë azil kërkuesve me shqiptar që janë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia dhe zonat e tjera në Ballkan. Do kalojmë tashti tek një grup çështjesh tjera apo ndryshime të tjera të ligjeve të migracionit. Do të flasim edhe nga pikpamja politike, po më tepër nga pikpamja juridike për çështjen e marrjes së shtetësisë me anë të lindjes në Shtetet e Bashkuara. Ja është i quajtur turizmi
i lindjeve që FBI i ka vënë në gjurmë po përpiqet të bllokojë disa lëvizje të tilla personave që vinin nga shtete si Kina apo vende tjera dhe nga Evropa, nëna të cilët donin vetëm të lindnin në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që fëmia e tyre të bëhej shtetas amerikan, me vendimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, ajo kërkesa e zotit Trump për të anulluar marrjen e shtetësisë në gjykatën e lartë u posta si jo kushtetuese. Si duhet vepruar në këto raste? A ka nga Shqipëria mund të ketë një apo se dy raste, nuk di të ketë një fenomen? Duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një vend ndër vendet më demokratike në botë dhe një vend i zhvilluar pa diskutim, që është e lakmueshme nga miliarda njerëz, le të themi kështu. Dhe fenomeni i turizmit lindjeve ka qenë prezent gjatë gjithë kohës dhe prandaj dhe administrata Trump përpoq që ta realizonte këtë çështje nëpërmjet një rregullimi i cili përfundoi në gjykatën supreme. Dhe gjykata supreme i dha një vendim i cili në fakt dhe në thelb e goditi iniciativën e presidentit Trump, pra konfirmoi edhe një herë të drejtën kushtetuese të lindurve në Amerikë në momentin e lindjes, pavarësisht statusit të prindërve që ka personi. Gjithsesi, presidenti dhe qeveria kanë ndërmarrë mekanizma të cilat praktikisht do përpiqen të frenojnë këtë proces, duke vënë në ndjekje struktura si FBI apo struktura të tjera të hetimit, kryesisht në lidhje me përdorimin e mashtrimit në marrjen e vizave dhe goditjen e këtij fenomeni si vepër penale, e cila normalisht, domethënë, jo vetëm që do të pezullonte dhe anullonte këto viza, por gjithashtu edhe do revokonte këto viza, por gjithashtu do të kërkojë dënimin e këtyre personave për mashtrim apo për falsifikim. Pra, në kuptimin legjislativ, qeveria nuk ka shumë në dorë tashmë, meqense gjykata supreme nuk ja dha këtë mundësi për të diferencuar. Por, qeveria ka në dorë për të ndjekur rrjete të ndryshme kriminale, të cilët ofrojnë shërbime të tilla nëpërmjet vizave apo qarqeve të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, klinikave të ndryshme të lindjes apo facilitete të tilla. Lufta do të jetë shumë e vështirë, gjithkusht çdo amerikan dhe çdo qytetar i ndershëm dhe i vërtet, sigurisht që nuk e mbështet të fenomen, sepse është me të vërtet një fenomen kriminal, në kuptimin e mirë të fjalës, por tashmë qeveria thjesht mund të përdori këto mekanizme që thash. A mund t'i refuzohet viza një grua që është shtatzën? Pa ditur nëse do vjen thjesht për vizitë turistike apo kanë edhe qëllim për të lindur këtu? Po, sigurisht ajo ka të bëjë edhe me çështjet e sigurisë së shëndetit të gruas, por gjithashtu domethënë edhe me qëllimin. Pra e thënë ndryshe, nëse dikush do të shkojë në një konsulat dhe do të kërkojë një vizë turistike, cili është qëllimi i kësaj vize turistike? Pra është qëllimi për të qenë për si turist apo është qëllimi për të lindur? Dhe normalisht do të ketë një filtrim, një verifikim më të plot të kësaj. Nuk themi domethënë që nëse shtatzënia nuk është e dukshme, por nga konsulata mund të pyetet nëse është shtatzën dhe pyetje të tilla dhe nëse do të lindi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu nuk ka asgjë të keqe. Dhe nëse personi do të gënjejë, atëherë do thotë që ka mashtruar në marrjen e vizës. Dhe do të revokohet viza. Pra i revokohet viza pa e lënë për të ardhur në Shtetet e Bashkuara.
Po, prandaj dhe do më thënë kanë diskrecionin e plot konsulata për ta bërë këtë gjë. Pra janë Amerika në front line, le të themi kështu. Prandaj edhe konsulatat dhe ambasadat tona në vende të ndryshme të botës, ambasadat tona amerikane janë entitete sovrane që i përkasin Shteteve të Bashkuara dhe pra le të themi kufiri është aty, përveç kufirit fizik kur vinë në kufi këtu. Dhe të njëjtën gjë mund të bëjnë, pra në qoftë se do t'i shmangen, le të themi kështu do t'i shpëtojnë konsulatës atje, oficerët e kontrollit të kufirit do të bëjnë një vëmendje, do të kenë një vëmendje më të plotë dhe do t'i kontrollojnë më tepër. Pra ata ka një vetim të dytë. Pra ka një rritje të ndjeshmërisë dhe të gatishmërisë për të verifikuar raste të tilla. Se sa konsulatat, oficerët e konsulatave apo oficerët e migracionit do të arrijnë të ndalojnë ose të zvoglojnë numrin e këtyre që vinë me këtë qëllim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo do mbetet gjithmonë për të parë nga mundësia reale që kanë ata për verifikimin dhe vettingun e gjithë secilit që vjen. Por ndërkohë, domethënë edhe vetë agjencitë ligjzbatuese dhe hetuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë proaktive për të zbuluar rrjete të tilla të cilat praktikisht i bëjnë të organizuar nga Kina apo nga vende të cilat ka një kriminalitet të lartë në kuptimin e këtij procesi. A mund, në këtë aspekt, a mund të ndikoj lindja e një fëmije në Shtetet e Bashkuara në aplikimet e ardhshme të prindërve për viza apo për emigracion? Pa diskutim, në qoftë se kjo është bërë në kundërshtim me ligjin, pra është bërë si produkt i mashtrimit, atëherë nesër pas nesër kur ky fëmijë do të aplikojë për prindrit, do të duhet që nesër pas nesër ata të provojnë që nuk kanë mashtruar. Sipas synimit që sot kemi, pra që sot qeveria ka nëpërmjet implementimit dhe zbatimit të këtij ligji. Pra, në qoftë se dikush do t'i shmanget, në qoftë se do lindi në mirëbesim, pra do duhet të provojë që ka lindur në mirëbesim. Ka qenë një situatë emergjence shëndetësore, të cilat mund të ketë plot. Sepse ne kemi një shprehje është një shprehje në Tiranë, më duket që gruaja shtatzën dhe moti nganjëherë është i paparashikueshëm. Por për këtë rast vetë kuptohet që ligjvënësi nuk mund të procedojë me një procedim të tillë. Pra, do të ndryshojë barra e provës që ka patur një lindje krejt në mirëbesim, por nuk ka qenë e stisur me qëllim për të realizuar atë që në vend që të jetë turizëm dhe të respektojë qëllimin e vizës të lindë fëmijë. Ta zem një rast tjetër, nuk po e marrim si vizë turistike. Dikush ka ardhur me vizë pune në Shtetet e Bashkuara. Dhe jeta është jetë, martohet, kërkon të lindë fëmijë në Shtetet e Bashkuara, ka ardhur me vizë pune. Në këtë mes, lindja e fëmijës këtu a hyn në këtë kuadër apo thjesht me lindjen e fëmijës vazhdon rregullisht sipas procedurave më parshme dhe pastaj prindrit më vonë mund të bëhen shtetas apo jo? Unë nuk besoj që qeveria amerikane ka synimin të hyjë në jetën familjare të qytetarëve të ndryshëm, të cilët janë të ligjshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që zhvillojnë jetën e tyre. Pra, nuk kemi një sistem të tillë totalitar ku duhet të kontrollojmë edhe lindjet brenda një familje të tillë, që janë tërësisht normale dhe në zhvillim e qytetarie dhe evolucioni familjar dhe shoqëror pa diskutim. Por unë besoj që qeveria në këtë aspekt nëpërmjet saj parandalimi kërkon që të dekurajoj dhe të parandaloj grupe të cilat praktikisht e përdorin lindjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke mashtruar ligjin, duke mashtruar kërkesat e ligjit, duke mashtruar në marrjen e vizës. Ndërsa njerëzit dhe kategoria e njerëzve që janë të ligjshëm këtu, që punojnë këtu, ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Pra ata janë të ligjshëm që punojnë dhe jetojnë këtu. Qoftë edhe ata njerëz të cilët janë me viza po themi e dysh,
apo me viza student, të cilët normalisht gjatë jetës së tyre mund ngelen shtatzëna dhe të zhvillojnë jetën e tyre. Pra do thotë ata nuk kanë, pra në momentin që nuk ka një mashtrim, që nuk ka një falsifikim, që nuk ka një shmangje nga qëllimi i ligjit, gjithçka tjetër është krejt normale. I nderuar avokat, tash kemi edhe një grup pyetësh të tjera për një ndryshim të fundit. Administrata amerikane ka ndryshuar procedurat për trajtimin e fëmijëve të pashoqëruar. Cilët janë ndryshimet më të rëndësishme që duhet të dinë emigrantët? Nuk besoj nga Ballkani ka shumë fëmijë të pashoqëruar, po nga vendet e Amerikës Latine që kanë hyrë përmes kufirit. Këto ndryshime janë në proces, në fakt dhe nuk janë të finalizuar, le të themi kështu, por do të ketë kushte më strikte, do të ketë praktika më të shpejta në gjykat për shqyrtimin e çështjeve të tyre, do të thënë sponsorët e tyre do të kenë përgjegjësi më të mëdha, qoftë në përfaqësimin e tyre, qoftë në atë që quhet public charge, pra në barrën publike që ata duhet marrin përsipër në garancinë që ato kanë. Pra le të themi ju është dhënë prioritet çështjes së tyre, sepse mund të ketë me qindra mijëra të rinj të cilët janë të pashoqëruar dhe që enden nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa një proces i cili është i shpejtë dhe i drejtë. Pra kjo është edhe synimi i qeverisë në përshpejtimin e kësaj. Ndërkohë që rregulli është në proces dhe do të besoj finalizohet dhe hyjë në fuqi shpejt, me sa di unë, domethënë është në komente për publikun që po flasim, në mos gaboj. Cilat janë të drejtat ligjore që ka një fëmijë që ka ardhur i pashoqëruar gjatë procedurave për emigracion, a ka ai të drejtë për përfaqësim ligjor dhe kush e bën këtë? Po, në rastet kur është në moshën 18 vjeç normalisht, domethënë fëmia mund të ketë kujdestari nga dikush që mund të jetë amerikan apo me green card, dhe që normalisht domethënë gjykata e familjes në vendin ku ndodhet fëmia mund të kërkojë që kujdestari të veprojë në emër dhe për llogari të fëmijës, duke paraqitur të gjitha kërkesat si çdo njeri tjetër, por gjithmonë duke qenë në umbrellën e kujdestarit, pra të ndryshe sponsorit të fëmijës. Duke parë ritmin e ndryshimeve të kohëve të fundit në legjislacion dhe politikat ndaj emigracionit, cilat mendoni do të jenë zhvillimet më të rëndësishme dhe çfarë duhet të kenë parasysh për muajt e ardhshëm ata të cilët përgatisin dokumentet apo emigrantët shqiptarë të cilët kërkojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe të marrin të drejtën e qëndrimit? Janë, besoj, 3 gjëra kryesore që do të thoja unë. E para, procesi i ngrirjes dhënies së vizave në konsulatat amerikane në Tiranë, Prishtinë, në Maltëzi apo në Maqedoni. Për shkak të politikës në shqyrtim të barës publike të 75 vendeve të ndryshme dhe qytetarëve nga kjo. Kjo ka shkaktuar një problem shumë të madh, sepse unë kam disa klientë të cilët praktikisht janë intervistuar nga ambasada, janë aprovuar, por nuk është lëshuar viza për ta. Dhe këtu kemi të bëjmë me bashkëshorte të qytetarëve amerikanë, me fëmijë minoren të qytetarëve amerikanë. Pra, kemi të bëjmë me 2 kategori të cilat janë të afërt, të menjëhershëm, familjar, të drejt për drejt të qytetarëve amerikanë. Pra, në një formë, kjo politike ngrirjes të këtyre aplikimeve ka cënuar të drejtat e qytetarëve amerikanë për të qenë bashkë me familjen e tyre dhe unifikimin e familjes. Atëherë, ky proces ndodhet në gjykat. Janë 2 organizata të cilët e kanë paditur që është në gjykat. Njëra është në gjykatën e New Yorkut dhe tjetra është në gjykatën e Kalifornisë. Pritet që së shpejti gjykata
federale në New York të dalin një konkluzion pasi janë ndërzuar argumentat e të dyja palëve, edhe të qeverisë, edhe të palës padice, që përfaqësojnë të prekurit nga kjo ngrirje e politikës së dhënies së vizave, dhe e shpresojnë që gjykata e New Yorkut, federale e New Yorkut, distriktit të dytë, ku dhe unë ushtroj profesionin, të dalin në një vendim përfundimtar në fund të ndoshta të gushtit, në fund të verës që jemi. Por kjo ka sepse jam i sigur që qeveria, apo se cila palë në cilin favor do të vendos gjykata, jam i sigur që do të apelohet, dhe pastaj çështja do të kalojë në gjykatën e apelit federal. Dhe gjykata e apelit federal zgjat diku midis 3 deri në 6 muaj për ta shqyrtuar këtë çështje. Dhe në qoftë se gjykata e apelit do të marrë një vendim, cili do qoftë ai në favor të qeverisë apo në favor të paditësve, atëherë do më thonë ndoshta kjo çështje do të përfundojë në gjykatën supreme, e cila normalisht do më thonë do zgjasë dhe 12 muaj të tjerë. Pra unë e parashikoj këtë që një çështje, një betejë gati një vit e gjys ligjore, e cila mund të ndodhë deri nga fundi i vitit 2027, ose mund të zgjidhet herët në vitin 2026, në fund të vitit 2026 apo në fund të vitit 2027. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë kemi të bëjmë, në qoftë se qeveria nuk do të vendos të rihap, pra të qëngri procesin, pra të heqi pauzën ndaj procesit, do kemi të bëjmë, do me thënë, me një vit e gjysmë më tepër të këtyre fëmijëve dhe bashkëshortëve të qytetarëve amerikanë të cilët nuk do të mund t'ju bashkohen familjarëve të tyre këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, këshilla ime është, do të thënë, që të përgatiten ndoshta për një kohë më të gjatë, nëse qeveria nuk do të vendos, pasi procesi gjyqësor do të marrë kohën e vet. Unë kam telefonata her pas here nëpërmjet mediave sociale që më bëjnë të njëjtën pyetje kur mendon se do të hiqet pauza dhe ngrirja për dhënien e vizave. Dhe normalisht, do të thonë, kjo është edhe përgjigjja që ju dhash juve tani në rastin konkret. Tjetra që mendoj që do të jetë një problematik është për barrën publike, ose për të gjithë aplikantët, qytetarë shqiptarë amerikanë dhe jo vetëm, të cilët aplikojnë për familjarët e tyre, qoftë këtu për shtatjen e statusit, apo qoftë për procesin konsullor nga Shqipëria apo nga vendet të ndryshme të rajonit, duhet kenë parasysh që kur të aplikojnë, të provojnë të ardhurat të mjaftueshme për të përballuar ardhjen e tyre në Shtetet e Bashkuara për të afërmit të tyre. Nëse ata nuk kanë të ardhura, unë ju sugjeroj që përpara se sa të aplikojnë, ata duhet të gjejnë sponsor të dytë, të cilët janë në kushte të përshtatshme financiar për të mbështetur të afërmit të tyre. Sepse barra publike është edhe një element thelbësor i rishikimit politikave të këtyre vizave dhe ngrirjes së tyre nga qeveria. Dhe e treta, ajo çfarë do të thoja është që të gjithë ata të cilët praktikisht kanë viza jo emigruese, viza B2, viza studentore, apo viza të tjera, duhet të respektojnë me përpikëmëri statusin që ju jep ligji. Sepse në qoftë se ata që vinë me vizë turistike do ta shkelin dhe të punojnë në të zezë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, viza e tyre do të revokohet. Madje mund të marrin dhe gjoba të majme. Ndërkohë që për studentët, pra tani kemi një ndryshim që maksimumi do të jetë, nuk ka më atë që quhet duration of status, pra që studentët janë në status të ligjshëm për sa kohë që vazhdojnë studimet, por do të ketë një kufizim që maksimumi i studimeve do të jetë në 4 vjet. Pra që lidhet kryesisht me ciklin e plot, maksimumi me ciklin e plot të studimeve të tyre. Le të themi, le të japim një shembull. Nëse dikush ka ndërtuar status
nga viza, nga statusi i turistit në statusin e studentit dhe studion për gjuhën, 1 vit. Ai në qoftë se më përpara kjo vizë studentore është shtyr deri në 7 vjet, deri në 8 vjet, deri në 9 vjet ka patur raste, tashmë maksimumi i shtyrjes se këtij statusi do të jetë deri në 4 vjet dhe jo më tepër. Mund të jetë edhe 2 vjet, mund të jetë nga natyra e studimeve që mund të jetë, por kryesisht qeveria ka lidhur këtë fakt me ciklin e plotë të studimeve. Pra këto janë në thelb ato 3 gjërat se të cilët unë do të ju tërhiqja vëmendjen. Ndërsa për azil kërkuesit që janë në proces, unë do t'ju thoja që të jenë proaktiv dhe të kërkojnë nga avokatërit e tyre që të dorëzojnë dokumentat sa më parë që t'jene mundur nëpërmjet email-it dhe nëpërmjet postës në zyrat ku çështjet e tyre të azilit qëndrojnë, pra të plotësojnë ato dokumenta që kanë lënë mangët ose që kanë menduar se mund t'i dorëzojnë në intervistë, t'i dorëzojnë ato sa më shpejt, pasi me ndryshimet e reja, ndoshta çështja e tyre do t'ju jepet mundësia vetëm që këto dokumenta, në qoftë se nuk i dorëzojnë tani ose nuk i dorëzojnë sa më parë, do t'ju jepet mundësia vetëm t'i dorëzojnë në gjyq, sepse çështja e tyre mund të referohet direkt pa intervistë në gjykatë. Zoti Hasan, ju falenderit si gjithnjë për njohuritë e thella në fushën dhe profesionin tuaj, për faktin që na jepni pikërisht ato këshilla që do edhe komuniteti shqiptar në drejtimet e ndryshme, sepse shteti Amerikan po synon të rregullojë sistemin e emigracionit në mënyrë që të shmang abuzimet që bëhen me këtë sistem, po indirekt kjo prek edhe bashkëdhetarët tanë. Edhe në qoftë se mund të thoja dhe diçka, domethënë u kujtova për diçka që ndoshta është me vlerë për të gjithë ata që kanë aplikime të ndryshme të emigracionit. Pra, ata duhet përgatiten për kohë më të gjatë të shqyrtimit tyre, sepse ka një proces i cili është vettingu më i plot dhe rivettingu ose rishikimi që i thonë rerunning of their fingerprints dhe po gjithashtu po pra qeveria, organet ligjzbatuese po verifikojnë edhe një herë të gjitha dosjet e tyre, qoftë azilit, qoftë green cardës, qoftë aplikimit për shtetësi, nëse ka mangësi apo ka çështje të cilat janë në kundërshtim me ligjin. Prandaj dhe kjo e bën punën e tyre më të vështirë, e bën edhe pritjen e aplikantëve më të gjatë. Prandaj do ju sugjeroja domethënë që në kuadrin e kësaj situate, domethënë të verifikimit më plot të gjithë dosjeve të tyre, të përgatiten për kohra më të gjata të përgjigjeve apo intervistave të tyre. Zoti Hasan, ju faleminderit shumë, po e mbyllim këtu bisedën. Si gjithmonë për televizionin tuaj. Jemi gjithmonë gatshëm të shërbejmë dhe t'ju ndihmojmë në ndihmën që ju bëni ndaj komunitetit. Gjithashtu dhe ju. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund bisedës sonë me avokatin e njohur Hasan Metuku, folëm mbi zhvillimet më të fundit në ndryshimet në rregullat dhe legjislacionin amerikan, si në atë të azilit edhe në rregullat të tjera që ndryshojnë dita ditës. Zoti Metuku na paraqiti alternativat dhe mundësitë që kanë të gjithë shtetasit në procese ligjore për problemet e migracionit që të veprojnë në mënyrën sa më të mirë që të realizojnë qëllimin e tyre për të marrë gjendjen të drejtën e qëndrimit edhe më tej edhe të marrjes së qytetarisë amerikane. Këtu po ndalemi dhe do të takohemi në emisionet tjera. Miru takofshi. Faleminderit.